Habit mjekuja çfarë do të ndodhë me trupin tuaj nëse flini pa jastëk. Në ndryshim nga jastëkët e lashtë prej guri, ata që ne sot përdorim janë tepër të butë, por ekspertët shprehen se të fjeturit me jastëk mund të mos ndikojë fort mirë në trupin dhe në gjendjen tuaj shpirtërore. Çfarë ndodh me trupin nëse flini pa jastëk? Mund të jetë më mirë për flokët tuaj. Gjatë natës fërkimi i flokëve tuaj me jastëkun sjell ngatërimin e tyre. Parandalon aknet në fytyrë. Lëkura juaj do t'ju falenderoj për heqjen e jastëkut i cili mbledh pa pastërti. Lufton në dhimbjet e kokës. M'ju ndihmon që t'ja dilni dhe me dhimbjet e qafës. Do t'ju ndihmoj edhe në parandalimin e dhimbjes së shpinës, pasi shumë jastëk mund të çojë në një pozicion të panatyrshëm të gjumit dhe kjo më pas mund të çojë në dhimbje qafe, dhimbje shpine apo edhe në dhimbje koke.